Qyteti i Krujës, pak kilometra larg kryeqytetit, është një ndër destinacionet më turistike të vendit, i cili vizitohet çdo ditë nga turistë vendas dhe të huaj, sidomos në fundjavë ku është edhe më i populluar. Përveç kalas së Krujës, ku gjendet Muzeu i Herojt Kombëtar Skënderbeut, pazaret karakteristik ku shpaloset e gjithë trashëgimia kulturore e zonës dhe mjeshtëria e artizanëve të këtij qyteti, mali i Krujës që ndryshe njihet si ballkoni i Shqipërisë, po tërheq së tepër me vizitorët së fundmi. Janë turistë ditor vinë nga qytete të ndryshme të vendit. Teksa veçojnë bukurinë natyrore të malit të Krujës, ata ndalen edhe tek gatimet e freskëta e tradicionale të zonës. Unë sot kam marrë familjarisht në qytetin e Krujës dhe nga qyteti i Krujës jemi zhvendosur lart në Sali Santëk, një vend i shenjtë, me bukuri të jashtëzakonshme dhe mrekulli të jashtëzakonshme që vijnë nga lashtësia. Është një mrekulli e madhe. Shumë bukur, ajri i pastër, ushqimi në për restorante është shumë i mirë. Kënaqemi, kemi kaq vjet që vim. Njerëzit janë shumë të mirë, të butë, bukuria e rrallë. Rruga, shtru, është shumë mirë. Edhe të huajt lejnë përshtypjet e tyre. Albania, very nice. Kruja vitet e fundit është e njohur për zhvillimin e turizmit historik aty malor duke përfshirë mjaft zona të saj. Tashmë renditet ndër më të njohurat për atraksione turistike. Kjo edhe fal jehonës që është bërë Shqipërisë nga mediat ndërkombëtare.